processuale. Kush janë ekspertët që Të nderuar miq, përshëndetje. Kuvendi i Republikës së Kosovës ka dështuar mbrëm për të zgjedhur presidentin apo presidenten e Republikës së Kosovës në mungesë votash dhe njëkohësisht të korumit apo të një bashkëpunimi politik mes partive politike. Dhe tashmë siç e dim, vendin e presin zgjedhjet e reja e mëngjas 7 qershor do të jetë data e mundshme për zgjedhjet e reja, duke aluduar tek takimi nga kryetari i KQZ-s me ushtruesen e detyrës së presidentes Albolena Haxhiu. Por për zhvillimet aktuale për ditët në vazhdim çfarë na pret dhe kënd mund ta fajsojmë, do të flasim me Arslan Betyqin. Nderuar përshëndetje ministrave. Përshëndetje ministrë. Atëherë, sipas jush, pse dështoi zgjedhja e presidentit në kuvend dhe kush mban përgjegjësi për këtë, pasi që siç i pam partitë edhe partinë në pushtet dhe ato opozitare, vazhdimisht hedhin akuza për njëra tjetrën se ka një qëllim për ta shkelur kushtetutën, pastaj një diktaturë për ta kapur shtetin, por as opozita nuk bëri një zgjedhje të mundshme, pra një alternativë për të shkuar për të mos shkuar në fakt në zgjedhje dhe për ta zgjedhur një president apo një presidente. Është e qartë që presidenti nuk u zgjedh sepse partia në pushtet dhe partitë opozitare kishin plane ndryshme për pozitën e presidentit. Rrjedhimisht, kryeministri Kurti kishte disa alternativa të cilat i propozoi për çështjen e presidentit, po ajo që është fakt dhe i ditur është që nuk e ka dashur Vjosa Osmanin për presidente, dhe partitë opozitare është fakt që kanë pasur synime tjera sepse nuk kanë pasur qartësi në pozicionin dhe kërkesat e tyre se cili është pozicioni i tyre për pozitën e presidentit. Domethënë kanë pas një lloj pasiviteti analitik, po pa ofru asnjë lloj alternative konkrete, pavarësisht asaj që janë sfidu dhe është kërku që të përcaktojnë se kush janë figurat, veçanërisht PDK-ja, se cilat janë figurat brenda partisë juaj që i shihni si kandidat për president. Mendoj që loja e msheft e PDK-s e ka përshtjellu procesin e Bedri Hamzës, i cili nuk ka dhënë një emër të qartë dhe rrjedhimisht ka tregu që dojnë me marrë këtë pozitë pa e tregu kandidatin dhe pastaj vetëm me qitë në kuvend, që mendoj që nuk është e ndershme dhe nuk është e drejtë edhe për vetë palë cilët ka negociu në këtë rast me kryeministin Kurti. Sa i përket lidhjes demokratike, e njëjtin e ka pas një qëndrim të mjegullum, dhe më thonë një lloj hile e madhe, një lloj paqartësie që lihet gjithmonë përgjegjësia te pushteti, por në vetvete nuk e ka sfidu pushtetin, sepse mendoj që ata kanë pranuar negocimin me kryeministin Kurti dhe janë fut brenda lojës tij politike. Ai ka ditë me manipulu mjaft mirë, domethënë me alternativa ndryshme. Edhe rrjedhimisht këta vetëm e kanë kritiku dhe e kanë lënë fajin, të tentuar mja lënë fajin që ky nuk po ofron si duhet, nuk po ofron zgjidhje, s'ka qartësi, por në realitet vetë nuk kanë ofruar një alternativë, pas kanë pas qartësi se çka po dojnë. Kom pedojnë president, a pedojnë për veten Lumiri Bedria, a pedojnë për partinë e vet, a pedojnë për një kandidat konsensual përbashkët. Asnjëherë s'u kanë temë as Vjosa Osmani si alternativë mes Lumir Abdigjikut dhe kryeministit Kurti në bisedime, po asnjë kandidat i qartë i propozuar nga ana PDK-s, qoftë politik brenda partisë ose jashtë. Rrjedhimisht mendoj që përgjegjësia është e gjitha partive, posa që është 3 partive më të mëdha, cilat kanë përgjegjësi të madhe dhe të përbashkët për këtë krizë politike cilën e kanë. Dhe kush do të paguajë faturën? Unë mendoj që faturën do ta paguaj mas shtrejti Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike, sepse do të dobësohen, nuk do të dobësohen numerikisht shumë, mirë po do të dobësohen dhe natyrisht që Lidhja Demokratike është tregu një farë pragmatiste ju parimore, sepse në fund 24 orë para se me përfundu mandati i sjellën në shkrimin për Vjosa Osmanin, kurse kanë mundur që ta sfidojnë kryeministin Kurti qysh në lojën atë në fillim të emnët për president, ku ka thonë, jo, une ja dho në shkrimet Vjosa Osmanit, po do të me pas garanci për 80, 81, 82, dhe më thonë ato lojën atë e kryeministit, mirë po që nuk e kanë pas këta si alternativë Vjosa Osmanin, sepse këta kanë mendu që mos pe kandidon Albin Kurti, po i sfidon, mirë po nuk i ka sfidu, nuk e dën Albin Kurti Vjosa Osmanin, sepse shesin e personalitet fuqishëm, pa nënshtrueshëm,
që negocion vetë, që është e aftë në marrëdhënie ndërkombëtare, që mundet me shkëlqy, që mundet shpesh me lënë hije. Ky nuk dën dikon më të fortë se vetë, nuk dën dikon më që ka autoritet, edhe që themelon raporte ndërkombëtare, domethënë jashta kontrollit të tij edhe jashta miratimit të tij. Domethënë gjithçka dëshiron me zotëru për veti. Po prapë mendoj që vetmja figurë që mund ta sjellë një rritje të lehtë, ndoshta një rritje të LDK-s, do të jetë Vjosa Osmani nëse do të kemi qartësi. Qartësi për pozicione. Domethënë secila parti politike me hi jo veç kandidatin për kryeministër që është e ditën që do të me hi, po dhe kandidatin për president, dhe përgjigjen mi adhon popullit që nëse fitoni, kanë keni me propozuar kandidat për president, nëse fitoni dhe ju vijnë votat edhe opozitës ose partive tjera, cilat do të jetë metoda ose formula për zgjedhjen e presidentit, a do të jetë një president bipolitik ose apartijak ose jashta politikës, apo do të jetë një president i cili domethënë do të jetë pjesë e një diskutimi për një marrëveshje politike të bashkëqeverisë ku ndahen pozicionet kyçe, këtë rast edhe pozicioni i kryeministrit dhe presidentit, varësisht nga konfiguracioni numrave. Sepse unë jam i bindur që VV-ja fiton. Tash ai fiton 40-45, na nuk e dim, po ka me fitu, nuk lëviz shumë. Domethënë elektorati mundet diaspora me qenë numerikisht më e vogël. Mirë, po ajo që është e rëndësishme është me pas qartësi partitë politike për pozicionin edhe të presidentit. Pra do të kemi një krizë tjetër të re politike nëse s'kemi qartësime, sepse zgjedhjet, e tha dhe kryeministri Kurti, nuk janë zgjidhje. Pra edhe ai përdin që nëse nuk ka marrëveshje politike, prapë që këtë diskutim ka me qenë edhe pas zgjedhjeve të cilat kushdo që i fiton, është çështja e presidentit. Po, unë mendoj që nuk janë zgjidhje, edhe pse mendoj që tek përgjegjësia politike është e gjitha palëve, po mendoj që përgjegjësia politike për mua edhe më e madhe në peshore në përgjithësi është e dy partive më të mëdha opozitare, sepse kanë pranuar me hinë lojën e Kurtit, edhe kanë me të pa përgjigje në pyetjet e lojës tij. Sepse kur kryeministri Kurti ka sfiduar me kandidat apolitik të zgjedhni, i propozoni, pastaj zgjedhim dy nga ta dhe i dërgojmë kuvend, nëse mendoni që unë pe kapi, atëherë kjo nënkupton që i ka vendosur në një pozicion të pafavorshëm dhe këto parti janë treguar që s'dojnë me dhënë zgjidhje. Nuk dojnë me ofru alternative, dojnë me çu vendin zgjidhje. Dojnë me çu vendin zgjedhje me shpresë që mos pe marrin ai mandat më shumë. Këta po presin mos po kthehet tash më thotë që këta të PDK-s. LDK-ja ka mytin me Vjosa Osmanin me kthy atë krenarinë e Rrugoviane, edhe me kriju shpresën që kanë fituar, tani më shit popullit si fitore, domethënë rritjen me pak përqindje me nai mandat, më thonë që qena e nënshtruar tash ky si ka mandatet e mjaftueshme. Domethënë me shit fitore, çuçi kanë shit edhe fitoren e zgjedhjeve të shkurtit vitit 2025, kur rënia e Kurtit është përkthyesi një fitore opozitës, po që ka një farë formë, një vallë vetë mashtrimi, sepse pavarësisht bllokimit u kthy më i fuqishëm fatkeqësisht, e kam frikë që mundet më u kthy dhe më i fuqishëm me retorikën që i kanë dhënë këta material, me retorikën zgjedhore, mund të kthehet më fuqishëm, mundet më na u kthy në një diktaturë afatgjase, se njerëz kur të lodhen më dhe shohin alternativë për me pas shteti stabilitet, ndoshta kanë me bëu kabull me ia dhënë edhe votat pa plan. Në mënyrë veç që me pas shteti stabilitet, tu e pa që këta nuk kanë qartësi, nuk kanë një vizion të qartë. Opozita nuk ka një strategji të qartë politike se çka dojnë. Merzu Albin Kurtin, mirë, po për çka përxon? Cila është alternativa jote? Me cilën forcë ti po don me imponue kandidatën për president? Kandidat pa anshëm apolitik s'propozon. Vet nuk i qartësia don me marr pozicionin si lider i partisë, me thonë që jo ne pedu, çush ka thonë Ramushi, na e kem Ramushin, ata janë shumë të qartë, shumë drejt për drejt, shumë sinqert. Kënej nuk jep alternativë, e lën fojin që jo nuk po bashkëpunon, jo nuk po bisedon për çështjet presidentit. Për mu, opozita duhet me ju kundërvye lojës të Kurtit edhe dy fish me pas, do më thonë, nëse ai është në ofanziv Kurti ju ofron alternativa këta, dy fish do të lojën e ty të shot, më kthy në kundër ofanziv, edhe me vendosë në pozicion shamat. Se kanë vendosë. Nuk i kanë shfrytzuar krejt gurt, edhe rrjedhimisht unë dëshpërimin e kam shumë të madh për opozitë, që çiki opozitë nuk ka shpresë. Për neve, edhe mendoj që në Kosovë do të më kriju një opozitë e re, një gjenerate të re madhëtare,
e cila ete i kalon i natet edhe ato i dëshirat e msheftat, kamufluma, shumë hipokrite politike, dhe më thonë me një farë mjegullie, me një farë lloj paqartësie, me fjali ambiguike, paqartësi politike, pa e prej, dhe më thonë tavolin, pa i pas fjalë të qarta për pozicione tilla, cila nuk jep shpresë që kena me pas një opozitë artikulume. Dhe duhet me dalë ndoshta një gjenerat e re që është më adhetare edhe që në situata tilla bën kompromis. Sepse pozicioni i presidentit është një pozicion që duhet me bë kompromis për interesin e shtetit. Edhe është pikërisht një pozicion në një momentum shumë kritik për vendin, se jemi në një krizë globale. Dhe mungesa një opozite po e forcon partinë për shtat, në këtë rast lëvizjen vetëvendosje që udhëhiqet nga Albin Kurti. Unë mendoj që vetëm Vjosa Osmani mundet si një lider e fuqishme me prodhu një retorik në gjithë zgjedhje që mundet me kriju pasuse dhe mundet me kriju një farë lloj fryme të mbështetjes për shkak respekti që i ka populli dhe për shkak kalurës politike, për shkak të mendoj rezultatit edhe sukseseve që i ka pasi presidenti, sidomos politikën e jashtme, ka pasur një performancë të mirë. Është një politikane e spikatur. Vetëm ajo mundet me sfidu, kurse dy liderët e partive LDK, PDK janë administrator, ma shumë se sa liderët fuqishëm politik, që kanë guxim politik, edhe kanë qartësi politike. Dhe më thonë, Bedria është të prit, inshallah po vjen ashimi, e Kadria, po pëtën se përkohësisht e ka që aty do të me majt dyqyshe, edhe me i majt ata luajt e mdhej që i kom PDK, po pëtën është një farë lloj pozicioni i një administratori burrit mirë. Lumiri nuk e ka guximin e ballafaqimit politik, dhe më thonë edhe me marrë leadershipin politik, edhe me marrë vendimet mdhaja, edhe me sfidu Kurtin, kështu që Kurti e ka kuptu që këta nuk e kanë kapacitetin edhe prandaj e ka luajtur lojën e tij. Edhe krejt to manovrime, krejt to makiacione që i ka bërë atë natë me seancë, krejt janë treguesit, domethënë e ka një arenë të lirë. Se Albin Kurti vazhdimisht ka insistuar tek LDK-ja dhe jo tek PDK-ja për të bashkëpunuar se për këtë çështje së presidentit. PDK-n ju ka ofruar, PDK-s i ka kërkuar pozicion kush është kandidat, Bedria i ka thonë na e zgjedhëm kandidatin, po na e qisëm kuvend, tregojmë kuvend, ja. Nuk mund është me thonë zgat ma dorë na ma pozitën presidentit dhe mos mi tregu se ai ka 66 mandate. Ai me minoritete i ka dikon 55-6%, 57% popullatës votat, apo thani i ka një shumicë, nuk mund është me i thonë, apo thon tash unë çash kondurti me sy mbyll ke me votu. Jo. Ai ty ta jep drejtë me propozu, po jo me abuzu. Pse po hesht fakturën ndërkombëtare, në këtë rast ambasadat e Kuwaitit që gjithmonë dhe gjithmonë kanë qenë të zëshme. Tash do thotë ka vite realisht prej arës së Kurtit në pushtet duken sikur pasive. Unë mendoj që kjo nuk ka të bëjë me Kurtin, ka të bëjë me ndryshimin e politikës jashtme të Shtetit të Bashkuara. Tash kemi një politikë të jashtme shumë më jo imponuese, më abstenuese, e cila nuk përzihet shumë në çështjet e brendshme të shteteve. Do më thonë edhe rrjedhimisht kjo politike cila nuk krijon presione të mëdha brenda qeverive të caktuara, i ka vendosur tani një pozitë që do të me vendos vetë për çështjet madhore të këtij vendi, për pozitat kyçe, për zgjedhjet, për institucionet shtetënore. Andaj kjo është një politikë e Trumpit, jo e demokratëve, edhe si rrjedhoi saj sot nuk e kemi presionin e ambasadës amerikane, sepse po të ishin demokrat, nashta LDK ishte dorëzu, po dhe Kurti, edhe nashta e kishim pas Vjosa Osmanin vetë propozuar me për LDK-s, që e kish sfidue Kurtin, e me bu me shku Kurtin në zgjedhje, për shkak të mos votimit ose mos propozimit Vjosa Osmanit, përderisa ka qenë presidente, kish me i kushtu ma shumë. Mirë, po për shkak që jenë bërë shumë manovrime dhe shumë propozime gjatë kësaj periudhe, mendoj që edhe ai ka me pas, edhe kryeministri ka karta përmes cilave do t'i bindë votuesve vetë që ju ka dhënë gjitha alternativa në dorë opozitës, mirë, po nuk i kanë shfrytzuar. Ajo që është fakt, është që Vjosa Osmani se ka dashur në asnjë mënyrë, edhe nëse ka me pagu një kosto. Vetëm në kosto mundet me pague për shkak që ju ka qirë masa, kështu, moska, domethënë i ka rënë moska
qartë, domethënë me sfidimin e fundit LDK-s që nuk e don Vjosa Osmani, dhe vetëm Vjosa Osmani mundet me përdor këtë diskurs në zgjedhje për me tentuar me i marr votat që domethënë kryeministri Kurti nuk dashti me bo presidente rrjedhimisht të çoj vendin zgjedhje. Dhe ata cilët e dojnë Vjosa Osmanin kanë me gjetë përgjes ose fajtor kryeministrin Kurti, edhe kanë me votu Vjosa Osmanin. Kurse rezultatin përfundimtar se kush është fajtor më i madh kanë me përcaktu votues. Nëse skemi lëvizje të votuesve është tregues që opozita kur gjë nuk ka bo me këtë strategji pasive, pa kur far vizioni dhe strategjie se ku dojnë me dalë pikti qëndrimi pasiv. Domethënë kur asgjë s'jep, asgjë nuk i gatshëm as një alternativë, as me pranu, as me ofru, vetëm tjetrën e lën fajtor, këto do ta përcaktoj votuesi. Unë mendoj që krejt kanë përgjithësi, mirë po do duhet që të kemi qartësi mbi gjitha pozicionet edhe të presidentit. Jena hera parë në zgjedhje që edhe presidenti do të jetë pjesë e diskursit zgjedhor, secila parti le të ketë kandidatin e saj, ose ti le të ketë kandidatin dhe pastaj kur dalin zgjedhje votues të vlerësojnë kandidatin e tyre për president, edhe nesër mujnë me negociu me partit tjera për me bo koalicionin edhe me nda opozitat. Kështu që e kanë shumë atë pastër pozicionin edhe me poplin, edhe me partnerët e më shumë të koalicionit. Të i po zhvillimet pra që kanë ndodhur tash sa kohë, çka kanë implementuar këtë rast partitë politike elektoratit? Përveç që më thonë votona se s'po mundi me arrit një marrëveshje, meqenëse se në fushatat e kaluara kemi parë realisht programet e disa parti, kurse se vund me shohim që më shumë vetëm është thirrje për votë dhe jo premtime që do të realizohet kjo apo ajo. Po që partitë politike kanë obligim me premtu, edhe ato programet politike të cilat i kanë pas në dhjetor janë të freskëta, janë në prill. Domethënë fiks bëhen sot sa po bën 4 muaj apo 4 muaj për momentin kur na dalën zgjedhje, kur na kanë po mendoj kur janë bërë zgjedhje. Kështu që programi është i freskët, nuk është që ka ndryshuar shumë, mund me marrë njëjtin program politik edhe me vazhdu ato premtime. Mund me pas sa dot pozitiv, më thonë aferat korruptive dhe qartësisht projektin politik lëvizjes vendosje për me kap çdo institucion shtetëror. Edhe ata cilët janë në kuptimin kushtetues jo politik, që do të ruhet integriteti dhe pavarësia e tyre, sikurse KGK-ja, Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokuror. Pra është një tendencë e qartë për mi kapë gjitha institucionet. Dhe nëse dhe nëmën të kësaj dhe nëmën të luftës ndaj korrupsionit që ekziston edhe në këtë qeveri, mund të ndërtojnë një retorik më shumë jo kauzë, një diskurs opozitar i cili ndoshta mund të ketë një sukses caktuar tek elektorati, po jo diçka më shumë. Jo diçka më shumë, se shumë kohë e shkur brenda 4 muajve, hajde dhe në zgjedhje shkojnë 5 muaj e pak ditë, domethënë me lëviz elektorati. Zran, faleminderit që ishe pjesë e këtij misioni. Faleminderit. Të nderuar miq, këto është fundi për sot, takohemi nesër më mbeq. Kush janë ekspertët që